Adhurimi në udhëtim. Islami është një besim që jep shumë rëndësi marrëdhënies mes Allahut dhe robit. Rëndësia që jepet faljes së namazit duke u shkurtuar ose duke u bashkuar, pavarësisht lehtësive dhe lejimeve të njohura, duke u marrë parasysh mundimet e udhëtimit, por edhe vështirësitë. Është shprehja dhe demonstrimi i dashurisë së Allahut ndaj robërve dhe dëshirës së tij për t'i patur ata në praninë e tij shpirtërore. Hadithi transmetuar nga Ibn Abbasi radiallahu anhu, një ndër sahabët dietar në fushën e jurisprudencës islame, në formën Allahu nga gjuha pejgamberit e përcaktoi si 4 rekat farz namazin në kohë paqe, si 2 rekat në kohë udhëtimi, ndërsa në kohë frike si 1 rekat. Transmeton Muslimi në Musafirin 5. E shpreh në mënyrën më të bukur dëmshurinë dhe mirësinë që ju tregohet besimtarëve. Ndërkohë, kur në një anë, në kohë të vështira si udhëtimi, smundja dhe lufta, adhurimi lehtësohet. Nga ana tjetër, duke mundsuar vazhdimësia e adhurimeve nga njerëzit dhe mos humbja dëshirës së tyre për të kryer adhurimet. Mundsohet edhe që zemrat të arrijnë në paqe.